Dje në ora 12:13 pas mesnate në sektorin për punë të brendshme Tetovë është raportuar se në Gosivar një person i panjohur i cili ishte me një automjet udhëtarësh Jeep ka shtënë disa herë me armë zjarri, pas e cilës është larguar në drejtim të qendrës së qytetit. Nuk raportohet për personat e lënduar, ndërsa rreth orës 2:10 në stacionin policor Gosivar është vedorzuar një 65 vjeçar nga Gosivari dhe nga i njëjti është konfiskuar një pistolet Beretta, të cilën e posedonte me leje, një karikator për të njëjtën pistolet me 8 plumba dhe një karikator i zbrazët për të njëjtën pistolet. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të ngrihet padi përkatëse. Më datë 27 qershor në orën 11:30 në rrugën Gosivar Tetovë, zyrtar policor nga stacioni policor për sigurinë në trafikun rrugor Tetovë kanë privuar nga liria një 30 vjeçar nga fshati Bogovin, pasi me automjet transportues Mercedes me targa të Tetovës ka lëvizur në drejtim të kundërt nga drejtimi i lejuar i lëvizjes. Gjithashtu më 27 qershor në ora 12:30 në rrugën Gosivar Tetovë te pik pagesa në Tetovë, zyrtar policor kanë privuar nga liria një 55 vjeçar nga fshati Falisht, pasi me automjet transportues Volkswagen me targa Tetovës ka lëvizur në drejtim të kundërt nga drejtimi i lejuar i lëvizjes. Të dy janë shoqëruar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rasteve, ndaj tyre do të ngrihen padi përkatëse. Më 27 qershor në ora 11 në Tetovë në udhëkryqin e rrugës Vidoja Smilevski Bato me rrugën 29 nëntori, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetovë kanë privuar nga liria një 65 vjeçare shtetase e Republikës së Shqipërisë për shkak të dyshimit për vepër penale të kryer, mashtrim sipas nenit 247 të kodit penal. Arrestimi u bë duke vepruar sipas një denoncimi të ditës paraprake nga një burr 67 vjeçar nga Tetova, i cili ka raportuar se ishte mashtruar nga një grua e cila rreshëm ishte prezantuar si profesoresh universiteti dhe së cilës në disa raste gjatë 3 muajve të kaluar i kishte huazuar 3.400 euro, me arsyetimin e rrem se vajza e saj kishte pësuar aksident trafiku në Francë dhe i nevojitëshin parat për mjekim. Pas bardhjes së plotë të rastit, do dorëzohet parashtresë përkatëse.